Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në emisionin e shëndetësisë edhe për këtë javë. Do të flasim sonte për një temë shumë të rëndësishme, shumë aktuale dhe besoj që këshillat dhe porositë nga profesionistët e ftuar në emisionin tonë do t'i keni parasysh. Meqense në muajin nëntor është një ditë e veçantë e cila ka të bëjë me sëmundjen e diabetit, si dita ndërkombëtare e diabetit, ne sonte do të flasim konkretisht për një lloj tjetër të diabetit. Diabeti i cili paraqitet gjatë shtatzanisë ose siç njihet ndryshe, diabeti gestacional. Do të flasim për atë se me çfarë simptomesh manifestohet, si mund të trajtohet dhe njëkohësisht gjatë shtatzanisë, cilat masa duhet merren për ta prevenuar ndoshta apo për ta parandaluar. Për të folur për një temë kaq të rëndësishme, kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi endokrinologen, doktoresh Rezarta Elezi. Përshëndetje doktoresh dhe faleminderit për kontributin e përhershëm që jepni për emisionin tonë. Përshëndetje Ariana, si çdo herë kënaqësi, faleminderit shumë për thirrjen, edhe është për mua një nder dhe respekt i veçantë që ta ndajmë këtë kohë bashkë, edhe të kemi mundësi që të flasim për një temë e cila është shumë e rëndësishme, çdo ditë më prevalente, edhe të japim informatat e duhur popullatës, edhe shpresoj që sadopak të ndihmojmë. Patjetër që po, faleminderit shumë edhe një herë, nderi dhe kënaqësia është gjithmonë e jona të kemi këtu. Përmenda në fillim doktoresh diabetin gestacional. Ta bëjmë pak me dije për shikuesit se çfarë paraqet në fakt. Sigurisht, do me thënë diabeti gestacional është një lloj diabetit i veçantë i cili paraqitet gjatë shtatzanisë, paraqitet tek gra shtatzana, zakonisht do me thënë diagnostifikohet në javën e 24 ose edhe ndonjëherë edhe më herët. Është do me thënë të njëjtat simptoma dhe shenja si të diabetit të cilin e kemi të njohur deri tani, me rritje do me thënë të glikemisë ose glukozës në serum apo në gjak, mirë po veçanërisht paraqitet do me thënë gjatë shtatzanisë. Prandaj e veçojmë prej llojeve të tjera të diabetit, siç e kemi përmendur edhe më herët, kemi thënë kemi dy lloje, do me thënë diabetit tip 1 edhe 2, dhe ky lloj i diabetit ka të bëjë do me thënë specifikisht me lindjen, me zhvillimin dhe rritjen e frytit, edhe prandaj është klasifikuar si formë e diabetit në vete. Megjithatë, a mund të themi që një kategori e caktuar e grave janë më të rrezikuara nga ky diabet, edhe nëse po cilat mund të jenë ato? Po, do të thonë shumë mirë e menduar, shumë mirë e thënë. Është një kategori e grave e cilat ne e quajmë në grup rreziku, të cilat kanë më shumë mundësi dhe aftësi për ta zhvilluar diabetin gestacional. Këto janë gratë të cilat më herët e kanë pas, le të themi, sheqerin esëll, ashtu siç e përmendim në popullatën e përgjithshme, apo glikemin esëll në kufi, do të thonë diku te 6 ose 5.6, 5.8. Gratë të cilat kanë një histori pozitive për diabet në familje, ata të cilët e kanë kaluar në shtatzanin para prake një diabet gestacional, apo të cilat janë më obeze, si dhe në qoftë se mosha është më e shtyer gjatë shtatzanisë, sidomos më të predispozuara janë gratë prej moshës 25 deri 30 vjeçare. Megjithatë që përmendet disa simptome konkrete të cilët kanë të bëjnë me diabetin në shtatzani, por si është pasqyra klinike tek këto gratë? Pra cilët shenja mund t'i vërejnë gratë që të dyshojnë edhe ta bëjnë një kontroll? Do me thënë në përgjithësi janë të njëjtat edhe të ngjashme shenja si të diabetet tjera, është një dëshirë e fuqishme, një etje do me thënë për të pirë ujë, më shumë do me thënë dëshirë për të konsumuar gjëra të ëmbla, në përgjithësi do me thënë shtohet apetiti, poliuria, më shpesh për të dalë jashtë, një lloj nervozitetit, irritabiliteti, do me thënë një formë mungesës rehatis, pastaj tek fryti vrehet zmadhimi i frytit në eho, në ultrasonografi, ato që e quajmë ne si makrosomi, apo edhe mbledhja e ujit, do me thënë polihidra amnionit në uterus, edhe kështu e dim se këto mund të jenë shenja specifike për paraqitjen e diabetit gjatë shtatzanisë. Nëse një grua themi që ka pasur një shtatzani të mëhershme edhe ka përjetuar ose ka pasur diabetin gestacional, a është e rrezikuar, do me thënë që edhe në shtatzanin tjetër të ketë sërish në njëjtën sëmundje? Fiks, do me thënë mundësitë janë shumë më të larta në qoftë se tani më e ka kaluar këtë lloj të diabetit, edhe ato aq të larta diku te 90, 70 deri në 90%. Do me thënë në grupin e parë të rrezikshmërisë apo gratë të cilat rrezikohen prej diabetit gestacional janë pikërisht ato të cilat e kanë të kaluar tani më. Mirë po përmes cilave metoda mund të vërehet që kemi të bëjmë me diabet gestacional? Janë të njëjtat metoda si te diabeti?
Në përgjithësi po, mirë po nuk e kemi shumë, do të thënë tek diabeti le të themi mellitus apo tip 2, më shumë ne marrim glikeminë e cila është e esëll, si dhe mesatarin apo ato që quajmë si HbA1c apo tremujorshin. Mirë po tek këto lloj të grave, do të thënë ne bëjmë një test specifik që është OGTT ose glukoza orale, do të thënë testi i tolerancës së glukozës orale. Kjo është një test i bëhet me 3 matje të glikemisë. Në fillim, do të thënë në minutën 0 apo para se me fillu testin e matim sa është glikemia, pastaj japim 75 gram glukosë, sheqer, për të pirë dhe pastaj e matim sheqerin në orën e parë apo në minutën e 60 dhe në minutën e 120 apo pas 2 ore, edhe në bazë të vlerave specifike të cilat i kemi, edhe përcaktojnë, do të thënë se në qoftë se zonja në fjalë, zonjusha në fjalë ka do të thënë diabet gestacional apo jo. Dhe që aty do të thënë sipas vlerave referente përcaktohemi se çfarë lloj të masave të ndërmarrim. Megjithëse doktoresh përmendet të testin OGTT, a mund të na thoni se në cilën muaj të shtatzanisë rekomandohet që të bëhet ky test? Në qoftë se është në grupin e grave të cilët kanë rrezikshmëri të lartë, siç e përmend ata të cilët kanë një histori pozitive për diabet, në qoftë se domethënë kanë pasur më diabetin gestacional, në qoftë se janë obeze, mosha 25-30, atëherë preferohet të bëhet shumë herë, diku te java e 12 e 14. Kjo ka shumë rëndësi për ta prevenuar diabetin gestacional, ndërsa tek pjesa tjetër e popullatës preferohet java 24 apo java 26 më së vonshmi. Mirë po në grupën, domethënë që te ne është shumë prevalente diabeti, gati se çdo kush ka një histori pozitive për diabet mellit, kështu që kisha preferuar që në javën e 12-14 për çdo grua shtatzane të bëhet depistimi, domethënë të bëhet një test. OGTT është i thjesht testi, kështu që mendoj që është i qasshëm, nuk është i dëmshëm, edhe është i qasshëm për gjithëkënd. Kur jemi te çështja e mjekimit, a kemi mundësi që këtë lloj të diabetit ta trajtojmë ose ta mjekojmë kushtimisht përmes aktiviteteve fizike, përmes ushqimit ose stilit të jetesës, apo duhet patjetër mjekim? Varet shumë prej vlerave të glikemisë të cilat i fitojnë gjatë OGTT-s. Në qoftë se janë vlera referente, në qoftë se janë pak më shumë se kufiri i pritshëm, atëherë mundemi që ta menaxhojmë me ndrimin e stilit të jetës edhe me promovimin e aktivitetit fizik dhe të ushqimit. Nga ana tjetër, në qoftë se vlerat janë shumë më të larta, do të thënë anojnë shumë nga ose janë të larguara shumë nga ato vlerat referente, atëherë preferojnë një lloj të mjekimit. Atëherë për cilin mjekim konkretisht do të bëhet fjalë? Tani këtu është një çështje diskutabile, kjo është edhe në botën e endokrinologjisë dhe në botën e diabetit, edhe në mbar botën e Europë në Amerikë, në përdorimin e metforminit gjatë shtatzanisë. Do të thënë është një çështje diskutabile edhe në guidelines-at e ri, të cilat i hasim, herë është ndaluar, herë preferohet që të jepet. Mirë, po në përgjithësi çdo herë duhet të marret ajo më e sigurta që është për shtatzanën edhe për frytin. Atëherë ne preferojmë një mjekim me insulinë, me dozat insulinës, atë që e quajmë insulina me veprim të gjatë, edhe japim zakonisht natën nga ora 10. Tani problemin me insulinën e kemi tek stigma ndaj insulinës e cila ekziston në shoqërinë tonë, sikur jo unë nuk jam për insulinë, do të thënë në momentin që ti i thua pacientës se ka nevojë që ta merr, bëhen shumë defensive. Jo unë nuk jam, pse nuk ka nevojë, nuk janë shumë vlerat e larta të glikemisë. Është shumë e rëndësishme ta dinë njerëzit se vlerat e glikemisë në shtatzani duhet të jenë shumë të ulta, shumë më të ulta se tek njeriu normal, sepse pritet, do të thënë se një pjesë e ushqyeshmërisë shkon për frytin. Kështu që në qoftë se unë i them pacientës se 6 është shumë lart për ty esëll, 6 është shumë lart për atë esëll, do të thënë sepse te shtatzana duhet të jetë 4.5, 4.2, do të thënë këto janë vlera shumë të vogla, të cilat për atë janë normale, për çdo shtatzanë është e mirë, po do të thënë për pjesën tjetër popullatës do ishin cilësuar si hipoglikemi, sepse janë vlera të ulta, po. Prandaj, në qoftë se shohim vlera të tilla, për shembull, esull të jetë 6 dhe pas 2 orë të jetë më shumë se 10, 11 dhe pas një ore, do të thënë pas 2 orë të jetë 9, ne patjetër inicojna një dozë të insulinës edhe pastaj i thrasim për kontroll pacientet. Kështu që insulina nuk është asgjë për të friguar, nuk do të thotë që do të ngeli pas shtatzanisë, edhe në qoftë se preferohet që të merret, atëherë duhet merret.
Mirë po, ekziston gjithashtu edhe një tjetër temë diskutabile që përmendet dhe ju, insulina sa është e sigurt, apo përdorimi i insulinës sa është i sigurt edhe për foshnjën? Është 100% i sigurt. Është 100% i sigurt, është njësoj si insulina e cila e prodhon vetë organizmi jon pankreasi. Them ne diskutimin e kemi me metforminin. Do të thonë kjo është një diskutim edhe nga shoqata amerikane e diabetit edhe shoqata europiane e diabetit, mirë po për insulinën nuk ka pasur asnjëherë diskutim. Do të thonë është e sigurt. Megjithatë, të ndalemi edhe pak tek çështja e stilit të jetesës, le të themi. A preferohet në një dietë veçantë tek nëna gjatë shtatzanisë në qoftë se në fillim çdo herë ne preferojnë dietën, do të thonë ajo është hapi i parë të cilin e marrim, madje insulinën e inicojnë në qoftë se me dietë nuk kemi arritur që t'i mbajmë vlerat referente të glikemisë ashtu siç duhet. Do të thonë ushqimet duhet të jenë vaktet 4 herë deri në 5 herë në ditë, karbohidrate komplekse më shumë, do të thonë ushqimet integrale, patatet e ëmbla që themi, të hajnë 4-5 vakte me 2 zemra ndërmjet, do të thonë me ndonjë frut, vazhdimisht janë të stimuluara për prodhimin e insulinës së shëndetshme, edhe proteinat të jenë, do të thonë të pastërta, prej vezëve, prej mishit të bardhë, do të thonë prej peshkut. Kjo është në përgjithësi, më pak sheqerna të thjeshta, do të thonë këtu hyn ëmbëlsirat, lëngjet e gazuara, të pagazuara, çokoladat, do të thonë këto duhet që të zvoglohen. Të reduktohen. Sigurisht, ndoshta kjo është edhe tek shtatzanit që nuk kanë diabet, por megjithatë këtu është më e theksuar. Po, ashtu. Të ndalemi pak edhe tek çështja e asaj se është e njëjtë ndoshta si çështja e matjes së tensionit të gjakut shumë shpesh në momentin kur ne dyshojmë se kemi hipertension. Sa herë gjatë ditës duhet të matet sheqeri tek gratë shtatzana? Shumë shpesh. Shumë shpesh edhe kjo është shumë e bezdisshme për pacientët tona, do të thonë duhet para vaktit edhe pas një ore pas çdo vakti, kështu që i bie diku te 7 deri 8 herë në ditë, esëll kuptohet, edhe para gjumit. Është e vështirë, është e mundimshme, mirë po gjithsesi është diçka e cila duhet bëhet, mirë po këtu hyn në rol glukometrat, të cilat maten do të thonë me senzor. Ato janë disa preparate të reja të cilat vendosen tek krahu, edhe i lidh me një aplikacion në telefon, edhe pastaj thjesht e vendos telefonin tek senzori edhe të matë se sa e ke glikemin. Këto janë, do të thënë, shpëtojnë jetën. Se sa ato klasike që duhet shposh gishtin. Megjithatë, aktivitetet fizike sa janë të rëndësishme gjatë shtatzanisë? Shumë. Do të thënë, vetëm 30 minuta në ditë mund që për 1.2 deri në 2 milimol ta ulë glikemin. Vetëm 30 minuta. Do të thënë, një ecje e lehtë, thjesht për 30 deri 45 minutave, yoga, do të thënë, zgjatjet, noti, këto janë aktivitete të cilat preferohen shumë për shtatzanat. Është ndoshta sigurisht tani ajo pyetje që bëhet nga të gjitha gratë shtatzana, çështja e asaj që është e rrezikuar nëna apo foshnja në qoftë se nëna ka diabet gestacional. Shumë, që të dytë janë shumë të rrezikuar, prandaj është shumë e rëndësishme, do të thonë, që të mbahet në kontroll diabeti edhe të merret terapia e cila është e përshkruar, edhe këto matjet e bezdisshme që i përmendas bashku me ndryshimin e, do të thonë, ushqimit edhe të aktivitetit fizik, meqense duke filluar prej pasojave të frytit, siç janë zmadhimi i frytit, mundësia për hipoglikemi pas lindjes, lindjet e vështirësuara, lindjet cezariane, do të thonë ka shumë gjëra, mirë po mbi të gjitha rrezikojnë edhe obezitetin, do të thonë tek fëmiu, mirë po, do të thonë edhe pasoja më vështirëse se do të thonë fëmiu mund të lindë pa shenja jete. Kështu që, do të thonë, është sinqerisht një temë e cila duhet merret seriozisht edhe depestimet të bëhen me kohë, sepse kuptohet ajo është një tragjedi e cila nuk, do të thonë, duhet i shmangim me çdo kusht, edhe për frytin, edhe për prindrit, edhe për gjithë anëtarët e familjes. Kështu që është shumë e rëndësishme të diagnostifikohet në kohë edhe ti përmbahemi rregullat për menaxhim edhe për mjekim të njëjtës, mirë po edhe për nënën, do të thonë, edhe lindja cezariane, preeklampsia te nëna mund të paraqitet, do të thonë hipertensioni, ëntjet, edemat, madje dhe sulme, do të thonë në kokë e kështu me radhë. Pikërisht këtu e kisha pyetje në radhës. Sa ndikon mënyra e lindjes në qoftë se nëna ka diabet gestacional? Pra do të lindë në formë klasike, normale ose përmes lindjes cezariane? Po, në qoftë se është e mirë menaxhuar, atëherë lindja mund të jetë edhe klasike. Do të thonë nuk ka fare problem lindja cezariane në qoftë se indikohet për arsye të tjera. Mirë po jo vetëm shkaku diabeti gestacional. Kur është e mirë i mjekuar, në qoftë se jo, atëherë detyrohet që të jetë një lindje e patologjike, do të thonë me lindje cezariane, me monitorim të prindit
të nënës me monitorim të frytit dhe kështu me radhë. Do të thonë është një lindje goxha e komplikuar që mund të përfundojë fatalisht, fatkeqësisht edhe për nënën edhe për frytin. Sinqerisht për një temë të tillë është dashur edhe më herët më shumë të flitet, sepse rreziqet janë vërtet shumë të mëdha, me qëllim që të vendojmë theksin e asaj se ku mund ta prevenojmë në ndonjë formë apo ta trajtojmë. Në momentin kur për shembull nëna, domethënë lind, a do të thotë se ka gjasa që të zhduket pastaj diabeti? Në 90% të rasteve po. Në 90% të rasteve do thotë që ne nuk madje pas lindjes nuk e marrim terapinë insulinike, kushtimisht nëse është e venduar në terapi insulinike, edhe e monitorojna 6 deri 12 javë pas lindjes, e bëjnë një OGT test bashku me tremujoshin dhe me mesataren. Me shumë gjasë 90% do me thonë do vazhdoje jeta normale. Aty ku mund kemi do me thonë stagnim është në qoftë se pacienta është obeze dhe në qoftë se edhe përpara shtatzanisë ka pasur prediabet. Do me thonë këtu janë gjasat më të mëdha, por në qoftë se jo, atëherë pa problem mund vazhdoje do thonë edhe pa terapi për një periudhë të gjatë. Të ndalem edhe pak të çështja e faktorëve. Pra cilat janë faktorët që mund të bien deri në diabetin gestacional ose më mirë thënë stresi, a ka mundësi që ta rritë sasinë e sheqerit në gjak? Fillimisht do të thënë diabeti gestacional prandaj nuk është vetëm tek pacientët të cilët janë me prediabet dhe ata të cilët janë obezë, është shkaku se placenta prodhon hormone të cilët e krijojnë ato që quajmë ne si rezistencë insulinike. Rezistenca insulinike është kur organizmi jon, do të thënë qelizat nuk e pranojnë glikeminë e cila qarkullon në gjak në serum, edhe e quajmë ato si e quajmë në rezistencë insulinike. Prandaj pacientët e prodhon këto hormone të cilat e prevenojnë. Një nga këto hormone të cilat prodhohet është edhe kortizoli, siç e dimë është një hormon i stresit. Kështu që qoftë i prodhuar nga placenta, qoftë i prodhuar nga ëma gjatë stresit, është faktor shumë i rëndësishëm dhe predispozues për diabetin gestacional. Në anën tjetër, në qoftë se kemi ramje ose ulje të sheqerit në gjak tek nëna shtatzane apo hipoglikemi, çfarë duhet bërë në ato raste? Në ato raste domethënë preferohet që të merret 15 gram sheqer. Domethënë qoftë në forma më e mirë për ta ngritur sa më shpejt sheqerin, është tek këto lëngjet e gazuara, Coca-Colën e kemi çdo herë afër, po, çdo herë i them nënave një Coca-Colë te Coca. Ose me vete kudo që dalin, ose për shembull një sheqer i pastër i dilatuar në ujë, në 150 ml ujë, ose edhe karamelet forta, do të thonë çokolada që janë mirë të koncentruara me sheqer, dhe këto mund ndihmojnë që ta ngritin glikemin. Kjo është shenjë se ose kemi tepruar shumë me dietë, do të thonë nuk kemi ngrënë fare karbohidrate, ose dozat e insulinës janë të larta. Dua të ndalem edhe në atë që a mundemi ta prevenojmë ose parandalojmë këtë sëmundje? Po, patjetër se mund ta prevenojmë, edhe atë siç theti tek gati se çdo gra shtatzana duhet të preferohet ecja, do të thonë të promovohet aktiviteti fizik i shëndetshëm, ushqimet të jenë me karbohidrate komplekse, mirë të koordinuara, mirë të planifikuara, dhe do të thonë në përgjithësi të kemi të mundohemi të reduktojmë stresin. Do të thënë këto do jenë 3 faktorë shumë të rëndësishëm të cilat do mundësonin që ta prevenojna. Megjithatë edhe për fund porosia ndërlidhet me pjesën paraprake tek prevenimi, çfarë porosie do ju kishte dhënë grave shtatzana? Fillimisht depistimi bëhet në kohë. Domethënë është shumë e rëndësishëm që në javën 12-14 të kontrollohen për një OGT test, siç e përmenda është një test fare i thjeshtë. Këto mund ta bëjnë ose tek ginekologu ose tek endokrinologu. E dyta, si te çdo gra shtatzane, do të thonë të promovohet ushqimi i shëndetshëm, i pasur me karbohidrate komplekse dhe me proteina të pastërta. Aktiviteti fizik është i patjetërsueshëm për çdo individ, mirëpo sidomos për gratë të cilat janë shtatzane, do të thonë qoftë ajo ecje, qoftë ajo yoga apo noti, edhe se di thjesht do të thonë të kënaqen me shtatzaninë dhe ta përjetojnë si diçka të bukur, si një mrekulli prej Zotit, dhe jo do të thonë me shumë stres dhe me shumë ankth. Po. Doktore, shumë falenderoj edhe njerë shumë që ndajeve nga koha jute për që një sot pjesë emisionit tonë dhe për kontributin e vazhdueshëm që i jep jo vetëm në përditshmërinë tënde në praktikën me pacientët edhe në emisionet tona. Le të jetë kjo ndoshta një kontribut modest i përbashkët që të luftojmë këtë sëmundje dhe ta shënojmë ditën e diabetit edhe në emisionin tonë. Faleminderit dhe njerë shumë. Të faleminderit shumë Ariana që ma dha mundësinë të flas për këtë sëmundje e cila është shumë e rëndësishme, e cila duhet mirë të menaxhohet dhe mirë menaxhohet vetëm në qoftë se detektohet në kohë. Kjo ka shumë rëndësi për popullatën, për neve si punonjës shëndetësor, kështu që falenderoj për idenë edhe falenderit për kohën që ndam bashkë. Faleminderit edhe një herë.
Të nderuar shikues, ishte pra dhe kjo tema të cilën e kemi trajtuar sonte, që kishte të bëjë me diabetin, edhe atë diabetin gjatë shtatzanisë ose diabetin gestacional. Besoj që keni marrë porositë e nevojshme për të pasur një shtatzani të shëndetshme edhe për ta menaxhuar diabetin në organizmin tuaj. Ju falenderoj për vëmendjen, do të shihemi bashkë javën tjetër. Deri atëherë, mbetemi me shumë shëndet. Mirupafshim.